Ndërkohë në këto momente na bashkohet në studio teologu Thomas Somoni që do të na bëjë një rezume dhe pritshmëritë e emrit potencial për të zgjedhur si pasues I Anastasit në Kishën autoqefale ortodokse autoqefale në vendin tonë. Faleminderit që jemi na. Faleminderit ju, kënaqësia ime. Në fakt janë zbatuar të gjitha rregullat e statutit sa I përket ditëve të pritjes, mund të themi mund të themi kryepeshkopi të komanduar për të vijuar punën që kishte zoti Anastas në drejtimin e Kishës së Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, ndërkohë që ditën e nesërme, më njëherë pas liturgjisë hyjnore, do të mblidhet edhe sinodi për emrin e ri. Çfarë pritet të ndodh? Po ta lë edhe si përgjigje të hapur në fakt. Unë besoj që do ndodhin ajo që ndodh në një kishë normale tashme e cila funksionon dhe për një moment të caktuar I mungon udhëheqësi I saj, I ndjeri kryepeshkopi Anastas dhe ne do të themi gjithmonë kryepeshkopi Anastas sepse termi kur themi kryepeshkopi Anastas nuk ka të bëjë vetëm me kohën në të cilën ai ishte në këtë jetë dhe ofroi për Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, por gjurmët që kalen do të vazhdojnë për një farkoj dhe në fakt në këtë rast që po e përmend titullin kryepeshkopi Anastas ka në konceptin e nderit. Në këto kohë kisha, pavarësisht se humbja ishte e madhe, funksionin e vetë ka kryer dhe domethënë të gjitha marrëdhëniet, aktivitetet e saj kisha I ka kryer duke respektuar në të njëjtën kohë dhe 40 ditët e zis për nder të ndjerit kryepeshkopit Anastas. Tashti vim në një fazë tjetër. Pra, nëse do të flisnim në 92-shin kur u fronozua për të kryepeshkopi Anastas në ato kohë dhe po të diskutojmë sot, jemi në dy momente të ndryshme. Dy momente të ndryshme sepse atëherë kishim vetëm një person I cili u zgjodh kryepeshkop. Sot vim në fazën ku kemi një sinod I cili ka 7 episkop dhe të cilët të 7 janë potencialisht sepse statuti nuk përcakton as më I vjetri, as më I riu, as më I mesmi në kohën e dorëzimit të tyre, të 7 janë potencialisht dhe vlerat e votës së tyre mbeten të barabarta. Nga kjo që më artikuloni me sa duket dhe kriteri I moshës bie, pra do të jenë element të tjerë, kriteret të tjera që do të çojnë sinodi të zgjedh një, më themi, përfaqësues tjetër për të drejtuar Kishën Ortodokse Autoqefale të vendit tonë. Ka emra të tjerë që lakohen përveç atij që është tashmë I komanduar dhe po vazhdon, pra po mban punën e gjithë kishës në vimësi në vendin tonë. Po sepse po t'i referojmë I statutit, statuti na e përcakton dhe na thotë kryepeshkopi zgjidhet nga sinodi I Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe nuk jep direktiva kë duhet të zgjedhim dhe pse duhet ta zgjedhim. Pra, aty thot, ose më saktë, nuk thot kë duhet të zgjedhim. Por, në traditën kishtare, kur themi që do zgjedhim, ka një traditë dhe tradita thot, të paktën ai sa e dim që ai që do zgjidhet nga të gjithë ata që janë aty. Shiko, episkopët kanë marrëdhënie me njëri tjetrin, e njohin njëri tjetrin, e njohin aktivitetin e njëri tjetrit dhe padyshim njohin edhe kontributit, po ndoshta dhe aftësinë për të mbajtur peshën e drejtimit të kishës. Që nuk është e lehtë. Patjetër, sepse nuk kemi të bëjmë vetëm thjesht në marrëdhënie me Grigjin, që mund të jetë një marrëdhënie në kufijtë e normalis, megjithëse në kohë që jetojmë sot edhe ajo po vështirësohet si marrëdhënie për shkak të ndikimeve të ndryshëm jashtë kishtare ose të faktorëve jashtë kishtar. Kjo është një. E dyta që është shumë e rëndësishme është që kryepeshkopi, sidomos në shoqërinë tonë shqiptare, mballet ca pesha që ndoshta nuk janë dhe të tjera. Pesha që konsistojnë në? Po, që domethënë, cila është drejtimi që do ketë Kisha Ortodokse. Shpesh po të shikojmë edhe në do jetë vështirë të mbahet linja e kryepeshkopit Anastas në një kohë që ka patur tentativa në kohë të ndryshme për të ndikuar nga politika në vendin tonë, por ka qenë një vendim I tij që mos përfshihet. Pra, është treguar me dorë të hekurt, me dorë të fortë që nuk ka lejuar ndikimin e as një pale politike, aspekti politik po them. Një ndër. Po të vini re dhe po t'i bëjmë një rezume të aktivitetit të 30 vjeçar, edhe të episkopëve të rinj, të cilët janë pjesë e sinodit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, do të shikojmë që mbajt kjo lloj stature. Kjo lloj stature që ka zgjedhur Kisha Ortodokse
Autoqefalit Shqipërisë ka dhe një të drejtë në fakt, sepse shpesher duke hyrë në këtë vorbullën e diskutimeve të panumërta dhe të pafundme, të cilët shpesher vetëm ngren tymnaja, por nuk na japin zgjidhje problematikat, edhe ajo që tradita që krijoi kryepiskopi, po mendoj dhe piskopët e rinj vazhdojnë të ndjekin këtë traditë që ne mund t'i tregojmë shoqërisë shqiptare me atë çfarë bëjmë brenda nesh. Jo thjesht duke qenë pjesë e diskutimeve, por pa përjashtuar media. Ju e keni vënë re, edhe kur ishim në kohën që kryepiskopi gjendej në spital, gjithmonë Kisha Ortodokse ruante një komunikim shumë të mirë me median për ta vënë në dieni për çdo detaj. Po, ka qenë dhe interes i lartë i medjave, pasi ishte numri 1 i Kishës Ortodokse dhe për shkak të natyrës së tij dhe qasjes që ka patur me mediat në vendin tonë që ka qenë i distancuar dhe mos përfshirja në jetën politike, besoj që ka qenë një tregues shumë i fortë. Po, kjo është një, po unë shikoj dhe në pas largimit nga jeta të kryepiskopit Anastas dhe në këto kohë, po çdo rast dhe çdo vendim që ka marrë Kisha Ortodokse e ka vënë në dieni median, publikun e shoqërisë shqiptare, sepse e shikojmë si një lloj përgjegjësie, por jo të hymë në vorbullën e diskutimeve të panumërta, të cilët ose ndonjëherë dhe jo frutdhënëse, të cilët do ta çonin diskutimin në gjëra të paqena, ndoshta ndonjëherë dhe duke krijuar dhe iluzione. E qartë. Për momentin, drejtuesi i tij unë mendua se do t'ishte pasuesi Anastasit edhe për faktin se vetë kryepiskopi Anastas e zgjodhi si atë që do mbante peshën në vijim. Ndërkohë, nga ajo që po mendohet, po analizohet nga treguesit e fundit, sigurisht edhe me bekimin e patriarkanës së Stambollit do të kemi emrin e ri. Kush është një emër tjetër potencial që mbase edhe ti, Alsa, mund të lejohet, mund të më artikulosh si emër potencial që mund të marrë drejtimin e Kishës Ortodokse Autoqefale të vendit tonë? Po unë i njoh të shtatë dhe të shtatë i njoh personalisht, pra nuk është se i njoh në distancë. Nuk i njoh se thjesht nga media, i njoh potencialisht dhe unë mendoj që të shtatë e kanë potencialin për të drejtuar Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Të shtatë kanë ndendur afër kryepiskopit Anastas. Pra, bie mund themi hipoteza që në arkun kohor të 40 ditëve të zis, kur dikush, një individ i zgjedhur nga vetë kryepiskopi Anastas për të marrë me punët e Kishës deri në momentin e zgjedhjes së sinodit, mund të jetë ai si drejtues, si udhëheqës i Kishës, por ndërkohë edhe të tjerët janë emra potencial që mund ta pasojnë. Pra, lihet e hapur në diskutim. Jo, nuk, statuti i Kishës në këtë rast nuk le diskutim. Pse nuk le diskutim? Sepse thot që në momentin që froni kryepiskopal mbetet vakant, mi vjetri në dorëzim merr përsipër me vendimin e sinodit, se prap dhe kur është i vjetër do marrin vendimin e sinodit, i cili do marrin përsipër ta drejtoj Kishën në këtë që quhet periudha e ndërmjetme deri në zgjidhjen e kryepiskopit të ri. Po kjo është statutore. Kjo nuk është një çështje që la dikush direktiva dhe vum këtë person, është statutore. Është e qartë në Kishën Ortodokse kjo gjë. Pra, kjo nuk mund të themi dot që me që u zgjodh, ajo zgjodh sepse kështu e ka statuti i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Dhe zgjedhja e tij është në këtë lloj këndvështrimi. Pastaj, personat të cilët kanë më tepër ndoshta përvojë mundet të kenë avantazhe në procesin e zgjedhjes, por nuk është përsëritje dhe kjo përcaktuese. Tani do i pak në teologji se këtu po diskutonim në këndvështrimin thjesht ashtu siç ndodh në zgjedhjet, ne që jemi edhe në fazën e zgjedhjeve tashti, bëjmë për llogaritjet matematikore apo ato që i themi neve perceptimet logjike. Në fakt, ajo që ndodh në zgjedhjen dhe sipas traditës së Kishës,